Lalëm tinguj të kësaj këngë për ta pranu edhe telefonatën e parë për sëtë. Alo, përshëndetje, mirë se na erdhe vendas. Përshëndetje Lule. Po si jicen, a je mirë, se po kalon këtë Mirë, dile. faleminderit, mirë, vranë qëtu, që të shpija vëlloj qëtu. Qa ki punë ti, a e mirë? Mirë për zutën, mirë, po kaloj mirë, jemi edhe Si na janë që shto. familja të estë? Mirë, falemderit mirë, edhe familja mirë janë mirë. Po Aty në për Kosovë, juve? a këndë gjua? Për zotë po u kam full pak ma heret, mirë janë vllaznia jën shku, mirë kanë mri, kështu që mirë çdo gjë rregull. Po, mirë shumë, besh, Opa. inshallah kalojnë mirë që e kësorja. Faleminderit. Po ti si je Unë, familjarisht? mirë, Lule, mirë për bes, mirë, gjithë jemi mirë, tu do A të je shpija këtu, udhëtarte? A do me shku në a? Kosovë? A do me shku në Ju, Kosovë? ju për bes, ju. Do t'jem të vogël e për sila shta shkun edhe dy shoku i morën me veti, shkun u nesën që tash u nesën. Inshallah veç shkojnë mirë edhe më rrinë mirë Inshallah, qaja kryesore. Ta. inshallah, Allah e patën qef, për shkojna babë, hajtë jenë bon 4 vetë, shkun e ma morën kjerën, hajtë. Shkun. Na është, ti do të më kaj kënaqën që kanë dëshirë me shku pse ja. Veç Për inshallah bes, shkojnë po, mirë, qaja me rëndësi. për bes, po njeri atë në poshtë, qashtu po tutët, do gjona atë do sene, do rrugë lartë, qashtu e ta trit pak ma. Se po, është shumë e vërtet, është knasi, kur kanë qef vetë, pa ju thonë heqa vëtën, është knasi. Pasha zoten e poshëm pak ma heret në Facebook, nuk e di sa është e vërtet veç që shkrujke në autostradë dikon në Serbi, më dak që kishë ndodhë një aksident edhe me Krasi i vdekun. Serbi, po, Po ishin po, Tilirides ata që me të vërtet u merë shumë keq, thash çka do me thonë. po. Katastrofë. Inshallah veç i ka zotin dur gjithë ata që udhtojnë me makina se për zotin. Edhe rrezik e Inshallah, tana. Po lodhet Allah e pa. njeri kuha pa përshtatshme mjegull, ngrica, katastrofë, ta trit edhe edhe ja shkelin gazin sa të mujnë qaja është, inshallah i runë E zotit mo, tonë, e mo, inshallah. e mo mja shkel, po, inshallah, veç i unë zoti qaja se s'po munesh me ju full shumë, veç pa i pak Jo, pja të prona shta, po, jo, po qa me bo, ma mirë ka herë mja vlan tynës edhe njëri me ju full shumë edhe veç i që t'jash kontrol edhe për zotën apeto, po, se nuk na po, dëgjojnë. po, Qa po, diti bes, so, po. ata thojnë po, ta bojnë rraf shtyje muë. Qashtu, valloj, po, ma shumë nashta bojnë biseda dhe sene dhe gjona me shuk se sa me neve, po. është e vërtet. Edhe nashta nuk dim na që din shokët e tyne, po qa me bon tash, vish inshallah qështu janë dorë, zotit i unë zotit, kudo që Inshallah, janë, gjithë, inshallah. inshallah, gjithë me kimtarët e gjithë shqiptarët, kudo që janë, qaja kësorja, ti qa bone qa, Pasha zote kur gjo, edhe unë tash jam dhe ditë në pushim, për me shku në Kosovë nuk kom vendus para vitit 3, nuk ma merr menja, se për zoten po m'bjen gjithë për vita 3 me shku atje edhe po m'dhimen edhe djemt, kështu që kom vendus për vit 3 me ko kësaj të një të shufëm. Që shto ane kësve, qa më bo, mirë që shumë, shto. vallaj, po, e qa. Ndë, e po që dhe atje ndiqka në rezalt, diqka, keni, E kena bo revorusjen e babës Agjit edhe babës Tregjes, kështu që mas 26 viteve kena promu të shkolla ato të po, vërrejshme të shmore. e posh, lavdi për ata, inshallah, Falemderit. Qa e, me bo? gjithë. Gjithë ata që sot falë tyne e kemë këtë diri, e këzojmë këtë diri, gjithë, po që me bon, lavdi për gjithë, respekt për gjithë ata që kanë kontribu, pa më parasysh, si kanë ata që kanë ka pushkën, si ata në tjera mënyra, O shumë e për të vërtet, o mirën, shumë e po, vërtet, o shumë e vërtet, për veç të mirën e inshallah. këtij vendi që me bon. Veç inshallah nuk e harrojnë të gjeneratat e reja sakrificën dhe ata që me shumë gjake, me shumë vujtje u fitu kjo liri, e të gëzojmë atë që shdohet se për zotën o sen
Marun shqiptar të fshat, të fytë, të full, Vallaj. ziter, që me të vërtet, me të mërzit edhe këtë rrjetet sociale, katastrofë. Për Nuk e zotin, di. po, është për keqar dhe çfarë qa po shohum, qa po ndëgjojna, çfarë shkrime shbojnë, edhe ju lule në rinia, po seriozisht, edhe një pleçnia, po do me thonë aty njerëz më shumë, me bo këto gjona, nuk di çfarë përqarje ka ardhë ndër me veti, çka u bon, të ku bon, nuk di, e mira pesh, a qa drejt si po më vjen të qyshna dhe me folë. Nuk e di se në pak para se më hinë emision, kesh që ato të këqyr, po të kalzoj drejt, isha në TikTok, veç i këqërsha, edhe ishin kon një panel, ishin rrug atë shumë për Albinin edhe për Thoqen, ishin kon të hangër, të ushat, të full. Po, Thoqe kështu, fol zi e terë për Thoqen, e fol mirë e ma mirë për Albinin, o nala fa menoj. Ashtë more zët, po pse gjithë këtë fjallë, për ata persona pa morë parasysh, po për çka me shti njeri gjithë këtë natë popullin me zveti, se lej tjetë, po populli mu hasmu për ata që s'kan bre kur farë përfitimi bre s'kan, pse mu shok, pse mu po fymë, s'kan përdurat fjallur. si t'ka përse një nuk e njofin kërkan ata. Se njofin lule ata kërkan, veç po t'i hava dilë sa të bërtit për ta sa dush, ata vetëm për kërrik jenë të mënu. Ata s'janë të mënu për këtë popull. Për besjo, po leber, thotë që ka meritin në vetë, aj tjetër ka meritin në vetë, se cilë e ka meritin në vetë, mi po, t'i lom, se pa marë parasysh, ja hojna. Po ti, hojna, po se cili si po vjedh, se cili edhe ma shumë, po ti a ki dëshmi si është hajnë, po ka dalë se me thonë një jetë hajnë do t'mi pas një përgjësi, do t'mi pas një argument. Unë pikrisht ato Hajnë, është me dalë, le hajnë, po që ati që falshin për Hashim Kriminal ose po, kriminal, ajo është me Serbi, ajo ka bo kështu, unë nuk e di kuj kanë atë dygjesht ftyrë ata persona që thujnë për një çlirimtar që ka nejtë anë kohën edhe e dina që ju vetëm luft, po dhe para lufte që ka qenë i angazhon çdo herë, po pa më parasysh bre dashte, po bilit pakten, mos e fleq gojnë tonë me fola si fjalë si kur shqiptar që je. Po nuk e di për keqardhje. Po bëllule, qysh bëllule mund me thonë, e ndëgjohë një, ku keni një, ai buri asojna ambulena, asojna që për Ramushin, si ke Ramushin një debat, që thaj. Po qysh për mund me thonë atina është me Serbi, ose kriminal, ose i ka lot e tina janë trajshëm për fushat. Po qysh për qysh? Po qysh mund me kanë lot e ti trajshëm kur ke ato ajsputi me nanën e tina, qysh mund një vladi që për një nanë që i ka hupë thmit e vetë, qysh nuk janë lot ata, po ajo lot po do të me dollë gjak për i syve, kur e sheh njeri një nanë, në gjendje edhe të full për thmit vetë, që thej ke full ishtë dhe ditë me sanet. Ti lonë gjitha, por nona për e vlat? Nona. A ti lonë Ramushin se, e ka mbajt në shpinë vlavën, a i kanë mbajt njës të dhe shukët, e li vlavën. Bravo. Ato s'ka fjallë, lufta bjen të shka, lufta s'ka mirë. E vërtejt. Ajo luft është. Mje po nona, me thonë nona se nona, me thonë Ramushit, ti je me Serbi, ti ki lot për fushat, kjo, une, një njeri, veç aj si është në regull, veç aj si du të më shku të psikiatri me boj termin. Valoj, as psikiatri atje nuk ishe rana të sejnë. Po thamë dhe, nuk mund me gjithë as termine mi që të psikiatri se ka shumë.
Pasha zotën, po dho Pasha zotit vëdësuen edhe të pakten që të sharje fyrje, që të mos t'i përdorin brese. Nuk e di, jena ardhën në atë pikën ma tullët si njerëz, si popull, si kom, të shato, u rej, të fy, të zdi. Nuk kam koment për këtë fjollë, veç dho zoti. Kretë këqijat mesin 2025 në të fillojnë, inshallah mare mirë, të kem shëndetin, rahatin edhe të paktën respektin për njën e tjetrin, kur gjo ma shumë. Përbes, është përkeqare dhe unë i përshëndes gjithë me gjimtarët që janë rrugës, inshallah shkojnë mirë, e kalojnë mirë, i përshëndes edhe gjithë dhe gjusit tu, nështë ke po ndër një temë, nështë vehinëm në anejna veç. Jo, nuk o marrë temë, është temë e lirë, mund çfarë dush të bisedojmë. Pikërisht pas pak si të arsëshme që ti pyesë ata që na telefonojnë, çka ju ka lënë përshtypje gjatë vitit 2025 dhe çka pret në vitin 2026. Kështu që nëse dëshira mund përgjigjesh, nëse jo, unë veç të falenderoj për telefonatën. Unë Lule, unë tham vetëm një, tham vetëm nuk du që të them, veç tham o vllazën, uznu e dunë një i tjetrin, bashkone me një i tjetrin, leni i natët, leni partit, leni këto tonat, se nuk banë kështu, nuk shkon me i natë, nuk shkon. E ju lutna t'i lom gjithat, e të bashkohëm, e dunë shërshojnë. E respekt për të gjithë, e juroj një mbrëmje të mirë, ose një mazditet mirë gjithëve. Të përshëndes Lule, e kalo mirë. Faleminderit shumë vendasë, gjithë mirat, respekt edhe nga ona june dhe gjuhëm herave tjera, tong. Aj, tong. Të dashur dëgjuese, kishëm edhe Cenza Ushën pranë nga Gjermania, ku falenderoj ishte edhe telefonuesi i parë për sot, pra numri është i hapur. Mund të telefonani apo dhe të shkruani dhe çfarë të dëshironi, çfarë brenge keni, çfarë ju kalon përshtypje gjatë vitin që pëllon pas, pra 2025 dhe çka pritni diçka më mirë. Për vitin 2026 që veç gati në ka arë, se di 21, kështu që edhe njëherë ju përshëndes të gjithë dhe emër për emër, ju falenderoj, kështu që derisa të kam do një telefonatë unë do shkoj me muzikë, po pikrisht me këngën që ishte duke shkuar. Dhe gjimë të kërshëm. Shnor neve zoti na i ka shkrue, qysh me nejt me ty, e qysh me nejt pa ty. Valla shpirto nuk po rihet, ka u pa me sy. Qysh me nejt po ti me muhe, qysh me nejt pa muhe, me u kondash no. E nalëm tinguj të kësaj këngë për ta marrë edhe telefonusin e radhës. Alo, përshëndetje, mirë dita, mirë se na erdhe Abdullah. Alo, mirë mbrëma, përshëndetje nga Vështreja, Lule, si po kalon? Mirë, faleminderit, mirë, po kaloj mirë, jim, shpresoj se edhe ti je mirë familjarisht dhe po kalon mirë këtë diele. Me të vërtet mirë po kaloj ditë vikendin, nesër në rrimin e parë para dite, po na ka marrë një kohë shumë me staftë. Na myti mirë dhe një unë nëse rejnë një unë staftë, mas vetë ditën s'po me shumë, por. Qa me bon, ja dohet ftaft, ja dohet mjegull, ja dohet bur, ja dohet shi, kohën e kohë, Abdullah, diçka dohet. E vërtet që unë e vin nga shole e Vajgorës një fshat dhe se ka se po flas me një kushere, thot po na po rrinan ma icat janë po do dol vera në alt, ka e një hi sigur më bunar, po duk një mjegle. Apo dëgjuhëm? Apo, thash apo dëgjuhëm. Po Lule. Abdullah, qka do të na thuash, me qenë se kemi si temë, po nëse nuk dëshiron mundesh edhe mos të kyqesh temë. Qka ju kalon përshtypje viti që pëllon pas pra viti 2025? Qka shihni ju si qytetari Kosovës që të mirat që ka pas kë vetë që po shkom, dhe qka pret në vitin e arshëm, pra vitin 2026 që do vje? Më të pritën vitit 2025 më kalon bresat mire se kun feju djallën, dhe është e zote, me knasti e modhe, me feju e vladën, me faset bardhe, me respekt e me njerë, por mu është viti mirë, ka qenë vitit 2025, edhe une
po bëj thirrje të gjithë tyne vëllezërve shqiptarë edhe motra shqiptare, që është përmene parafolsi. Bëj thirrje që t'i lëm këto porcionin në me veti këto ofendime se marrë sa kam do. Torp, merru me punë tona, e ta dojmë njëri tjetrin ta respektojmë njëri tjetrin t'i lëm partitë se merrit çfarë porcioni shton në me veti me i thonë shka. O në shtamu si për kas asoj partisë tina më thonë më shko. Si më thonë shko, se me thonë atina si për këtë. Jo të merr i Zotit. Edhe orë Zotit që viti 2026 do të na sjell mas pari shëndetin. Pra kemi punë për këta tri, edhe të filloj të formohet një qeveri stabile në Kosovë, cila e man shtetin, që horë u bom që një vjetë këtë bota ka kesh me neve, të iluminatët politike, të i kthehëm punës edhe jetës e është për neve se në kanë lidhë këtë 4 porë zgjidhjen të papërballueshme, miliona euro në harxhua. Për mendimin tem, ma mirë me këmë ndërtu në një shtëpi dikujna që nuk kanë kolum bikokse që harxhua po blen letë këta. Kjo është mesazhi jam. Faleminderit shumë, por çka pret për vitin 2026? Ata mërmenja që do të ketë ndonjë ndryshim. Dhe bëhet më mirë, ose... Në shumë pak pres ndryshimi së të shmimi në shku kam fletëruar në hava. Ose dhe që të rritet kjo pak, bilet bëha dhe i dikun të mbële këto shmimet ngritës që asë në Gjermani si keni manat sa jem të paguana. Vesh te për të fort jem, apo njën se është jem i përbalua. Në një pak 400 euro një njëres mund me mojt trupin e vetë se jemi mojt një familje ose me pagua tatimet, obligimet në shtetet. Edhe dhe Zoti inshallah kjo energji elektrike lirohet pak se kjo është merë është shkatru këtë vend, këtë popull, kjo ngrite e kësoj energji elektrike. Të falenderoj shumë Abdullah për telefonatën, në respekt pa fund nëse s'ki me shtu diçka për fund. Më lejon të shëndesë gjithë mërgatën, ata që jeni ishë më orë në Kosovë, inshallah da Zoti vinë mirë, edhe gjithë shqiptarëve ku të që janë anë në bon globë, të thëmë urime, me shtindjet, mas pari dhe festa e vitit ri. Faleminderit shumë Abdullah, respekt pa fond të roj arktim të mirë, vazhdim me pres në misionet e radhës. Faleminderit. Gjithë mirat. Tong, ciao. Të dashur dëgjuesi, e kishëm pra edhe Abdullahun nga Vushtria, ku e falenderoj. E kam telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mirë dita, mirë se na erdhe Sabile. Mirë se gjitha Lule Shushi, familjen vetë. Mirë, faleminderit, mirë jemi krejt, po ju si jeni familjarisht? Mirë krejt, në hatën këtë moment mirë, djelë që shiki. Mirë për Zotën, mirë edhe djemt, mirë krejt jemi. Që vetë, mashallah. Mirë, faleminderit, mirë, qështu. Po që ka të reja atje për juve, si po kaloni? Po gjitha na shi, në këtë dyja në këtë shi. Aja shku në Kosovë, a je në Sodi? Jo, ma Lule, asë vera që më po lema në të dime, si jo për Zotën. Kuptoj, normal, qa me bo? Këtë me posha, më dhishtë e posha të di, Lule. Në Zotë i rujti shumë ata që njësë me shkojnë njësë po gutën, ma mirë me shku ma vënë, me më rrisë, mos me më rrihet, ja, sa katumë. Shumë e vërtet është për Zotën se sen ma shpejt nuk mund shkujnë veç takserati i familjarve, i veti që po ko, se për Zotën e pashtat që ndeshe që ishë bon katastrofe që dhash Zoti, ato shkrujke që ka dhe dekun po mos ndodhin ma atjet i fundit. Se për Zotën shumë zarë. Po dhuna për dhimjeve, zotë më njësë për vendve të valla, bre Lule, mirët në atë mirë, shkurë të shqip, atë në tonë asë këtonë, në me, që të i kema më të ferozin me dy shpia kërkën hishë. E vërtet. Pa një lakmojna me shku atje, atje kënina kërkën, asë atje kërkërën atje. Qa me bon, po kanë qef me shku me vizitu, vendlindjen, tafer me të ka...
Po për zotin, kur tash 20 kilometra kolona, 3 ditë rrugë, lodhja bat vetën, shtresi, nervoza, po qa me bo. Inshallah zoti i runë se Me konë vera, hajde rrënë dhe vetë, në fritë të dimën të shtasë, në smi mërdhihet smija. E vërtejt, shumë e vërtejt. Zotin po se më kesh me atëcinin, që po li tha, edhe të më shumit tha po bërtos. Mi thonë thash, a thas më shumit që në mi për zësh ati dhe që shie për fnove. Po gjithmonë ka thonë ploki ose thmija. Njeri bon 2 herë thmi, gjithmonë ka thonë. Pej prevuje kam po Sabile këta për zoten. Dhe kanë ditë, po qa me bon. Mija nuk di që folet. E vërtejt, e vërtejt. Sabile qa të në thua qëfar ju kalon për shtypje viti 2025 dhe qka pret nga viti 2026? Për zotin lule bashkur gjëhesh. Bashkur gjëhesh. Bashkur gjëhesh, ama hesh. Inshallah krejt këqijat ju në mend që të vetë, që përshkrujnë. Inshallah, me të duke të lule, e të shka thënë të port, ka u shku rrët e porë edhe në roba. Pasha zote gjithmonë që ashtu kanë thonë, e vërtejt është. E vallë, edhe për të në porë. Zdi, zote e bon ftajrë. Shka thënë, pa i susit të më e frike kusit. Shumë e vërtejt është, pajtohuna plotësisht, po dhosh zoti, dhe disohem edhe të paktët që të urrejtjen, sharjet, fyrjet që po bëhen, sidomos në për media, në për debate, në për rrjetet sociale, lutem që t'i lanë për vitin 2025 krejt edhe në vitin 2026 të gjojnë një farë mirë kuptimi, një farë paqe, një farë dashurie, një farë respekti si shqiptare që jemi në mes veti. Kaq, nuk ka masone që ka tha ma shumë. Në shala i lule se për zotin shë televizor politik, hinë atje rrejt të shatë. Kut hesh katastrofë sanë s'ki qa me pa. E myti grunë, e myti burën, e mytë kë, me taj sanë. Ku shau bë, o Allah, inshallah nalën me të mirë. Katastrofë. Fehmia hiu po the 2 burra e 2 gra të vdekura dhe 1 person gjendje kritike në afërsi nishit kishin marrë vëzitësin shqiptar nga Maqedonia jam të rëndit gjithë populata për këtë rast. Wow. Po e pash po se dita sa se shkrujke aksident tragjik me të vdekur dhe të lëndohun, po që dhe me thonë 4 persona me që ndekë. Pa qyshja. Ku ka më dhimbje e mëllë, ku ka më shkullë. S'ka. Allah. Shumë e vërtejtë. Zote Rahmet Bosti Shola, mërë Allah malë, po thamë, se di që po gutëm, po ka dole, ma mirë ka dole e me mrisën, më gutëm, mësë me mrihesh. Ka njëherë, këto në trafik, ka njëherë edhe hiq nëse nuk i fajtor ndodhin këto aksidentet, që me të vërtejt ka edhe, që vetë si fajtor po ndodh, del, jetën shpejtësinë është pak, del dikosh ose të bje për masi, je nalën. O gjithë shka këtu ndodhë, veç dhosh zoti, inshallah nuk na provo zoti aty në familjarëve gajretin, se munis për qef njeri me shku për festat fund vitit edhe me shku në arkival është shumë e ranë, shumë e ranë. S'ka ku më shku më ranë, të lule, Kosovë nuk e di që ishin ta njerës, nuk ishin pashan, Allah kishin livrit krejt. Së ishëm të medion të shku veç fju dhe këtë tjetëre për para. Ku zëtë aty të mysin. Të përdenu më shku me ti sa me konë shoferi mirë. Të mytë dikosh, të më shanë. Shumë e vërtejt është. Unë të falenderej shumë Sabile nëse s'ki me shtu diçka për fond. Jo, s'kam të gradë, lullet për shëndes shumë të aurej vitin e ri, shola ka nësë mas mirë. Me fëmije, me krejt familjen tane, përshëndes shumë një natë miri, përshëndes krejt dhe gjustet të gjithë dhe urime kjo festi, shola më rëzat, bëhet ma mirë në herë.
Inshallah. Në shallah që 27 vjetë po. Të falenderoj Po, shumë Sabile, respekt, amin inshallah të lundë goja, të shpresoj të jetë sa më mirë, gjithashtu edhe unë të uroj gjithë të mirat familjarisht, e dëgjohu, natën e mirë. Të dashur dëgjuese, kishëm edhe dëgjuesen tonë nga Suedia, Sabile Sadikun, edhe njëherë unë ju përshëndes të gjithëve emër për emër. Një përshëndetje shkon për Mateo Katalinën që bashkë me ne tash, po asë Ismail Vështëria, Hajivata Asani, përshëndetje mik i nderuar, Adifete Ajdari Recep Gashi, të përshëndes shumë. Kushke, Haki Gashi, përshëndetje, Haki Gashi, mirë se na erdhe. Bashkim Moruqi, përshëndetje shumë kusheri, edhe njëheri përshëndes të gjithë emër për emër dhe i falenderoj për numër është e hapur mund të na telefonani në +33 4815097 deri sa të kam telefonatën e radhës, unë të shkoj me këngën që kemi këtu dhe kthehemi pas pak. Dëgjim